Në zemër të natyrës dhe historisë, fshati Zogaj priti vizitorë dhe dashamirës të trashëgimisë kulturore që u njohën nga afër me jetën, traditat dhe mjeshtërinë e banorëve të zonës. Programi përfshiu një seri aktivitetesh që sollën në vëmendje bukuritë natyrore, jetën e përditshme dhe pasuritë shpirtërore të komunitetit. Guida lokale në rrugicat e fshatit dhe në pikat të karakteristike pranë liçenit, rrëfime historike, kinema në natyrë, punëtori artizanale, degustime të gatimeve tradicionale. Jemi mbledhur sot këtu në fakt për aktivitetin Tregime Fshatin, që po merremi tani që 2 vite nëpërmjet projektit në fshat, ku kemi zgjedhur 5 fshatra gjatë gjithë Shqipërisë, Lekbibaj, Zogaj, Rabdisht, Nepravisht dhe Bobështic. Dhe tani erdhi radha Zogaj. Arsyeja pse jemi mbledhur këtu është sepse gjatë 2 viteve fundit kemi ndërtuar produkte turistike në fshat, nga më të ndryshme dhe që janë unike për fshatin Zogaj. Këto u ndërtuan së bashku me komunitetin e Zogaj, dhe kishte një lartshmëri të produkteve të ndryshme që ne po punojmë tani në Zogaj. Është punuar në ngritje të kapacitetesh me bizneset e zonës. Është arritur aplikimi nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit me ndihmën e GIZ Shqipëri për fshatrin më të mirë turistik në botë, ku Shqipëria po konkuron me 6 fshatra total, kundër 60 shteteve me 270 fshatra në total. Dhe Zogaj është një nga këto 6 fshatra. Zogaj, fshati piktoresk, buz liçenit të Shkodrës, u kthye për 2 ditë në qendër të kulturës, të turizmit dhe trashëgimisë shqiptare përmes eventit të Tregime Fshati, që u zhvillua në data 13 dhe 14 qershor. Ky aktivitet është pjesë e iniciativës në fshat, që ka nisur prej vitit 2022 dhe synon të krijojë modele të qëndrueshme të zhvillimit rural, duke fuqizuar komunitetet lokale dhe vlerat e tyre autoktone.